Liderët e Ballkanit Perëndimor u bën bashkë këtë të premte në Tiranë për të marrë pjesë në samitin Plani i rritjes rruga jonë në Bashkimin Evropian. Krerët e shteteve, mes tyre edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, u pritën në pallatin e brigadave nga kryeministri Edi Rama, i cili i uroi mirëseardhjen po ashtu edhe komisioneres së BE-s Marta Kos, si edhe ambasadorit të delegacionit të Bashkimit Evropian Silvio Gonzato. Në hapje të samitit, Rama tha se vendet e Ballkanit Perëndimor po bëjnë detyrat dhe se e meritojnë të jenë pjesë e Bashkimit Evropian. Do të vazhdojmë përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian, jo si i ftuar, por si kontribues për ekonominë të ardhmen dhe sigurinë e tij. Për sigurinë tuaj, zgjidhni një Ballkanas dhe kjo funksionon gjithmonë. Zgjidhni Ballkanin. Ne mund të jemi truprojat e Europës dhe më pas do të ndihet më e qetë. Nga ana tjetër, komisionerja e BE-s për zgjerim Marta Kos tha se Ballkani Perëndimor i përket BE-s, por shtoi se ka ende punë për të bërë. Ju jeni pjesë e Europës. Sot kemi ardhur këtu për të bërë vlerësim të ecurisë për të parë se çfarë ka ecur mirë me planin e rritjes. Kemi mbushur 2 vjet që nga fillimi i zbatimit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Është momenti për të bashkëbiseduar dhe kemi mjaft për të festuar. Samiti u zhvillua në 2 panele diskutimesh, formimi i nismave të reja me përfitime për qytetarët dhe biznesin dhe përmbushja e angazhimeve të përbashkëta, rezultatet dhe përshpejtimi. Palët diskutuan për bashkëpunimin në fushën e turizmit, për përparimin dhe hapat e ardhshëm drejt tregut të përbashkët rajonal.